Rrini shumë në natyrë? Shumë më pak se ç'duhet rrinë në të vërtetë. Shumë më pak se ç'duhet rrinë. Është shumë e bukur. Di. Sidomos kur kalon 5 dietat, sikur merr shumë energji kur shkon. Që më kuptove dhe që kam kaluar 5 dietat, po bë kohë tani që Po i kam kaluar dhe unë, kështu që bashkë. Po natyra ime janë muret dhe brenda 4 mureve kalon pjesa më e madhe e kohës. Edhe koha hikën gjithmonë më shpejt. Nuk e dia, ju e keni ndjerë ju këtë gjë. Në fakt nuk më e masi çka. Çdo vit kalon më shpejt se sa viti paraardhës. Ashtu është. Edhe kur kthen kokën mbrapa, më hanitesh që koha ka ikur e shpejt. A ta vazhdoj edhe një pyetje tjetër? Po patjetër. Po mirë, gjithë kjo energji. A keni thënë ndonjëherë që do ta le, u lodha, do bëj atë gjën e bukur, se unë ndonjëherë fleme them jo, se dhe unë lodhem shumë në të fushë që është e vështirë e re, në mëngjes them po, do vazhdoj, nuk do iki. Dëgjoj, kjo është një histori, ngjitje, zbritje, shërshqitje, momente të caktuara, ndihesh i rrëzuar, ka shumë presion, stres, ka momente dhimbje fizike, sepse është shumë e vështirë, besoj unë, ose ndoshta është dhe e pamundur për që t'ja të shpjegosh dikujt që kur arrin në maj je vetëm. Dhe pavarësisht se sigurisht nuk je vetëm në kuptimin fizik të fjalës, sepse i ke disa njerëz, ke dikë që ke shumë afër, siç kam unë për shembull gjysmën time më të mirë, ose ke disa njerëz që, por në fund kur duhet marrësh një vendim je vetëm, se ti do ta marrësh, ti do ta përballësh dhe ti do përballesh me pasojat ose me ato të papriturat që mund sjellë një vendim. Dhe kjo është një punë, vendime është panumërta në ditë, se janë vendime që nga vendimet më të shpejta, më të vogla ndukje, por që nuk është për ty mund të jetë vendim shumë i vogël, por për dikë që ka një problem personal, është një moment shumë i rëndësishëm i jetës vet. Dhe ti duhet dish thuash jo. Por kur thua jo, sigurisht që do marrësh përsipër edhe energji negative të dikujt që s'ta kupton atë jon ose të tjerë. Dhe patjetër që në moment caktuara mund të vit plasësh edhe në moment caktuara mund të ketë ardhur që të them. Por ajo që kam vënë re është që ajo lëre këtë punë është sipërfaqësore. Pra, nuk si e mirë me veten. Jo, është sipërfaqësore, nuk vjen nga shumë thellë. Domethënë është një akumulim që të vjen një moment edhe thua, por që ta kem insistuese jo. Se në momentin kur fillon bëhet insistuese, atëherë ti duhet kuptosh që ka mbaruar zjarri. Dhe në momentin që zjarri ka mbaruar ose është duke ulur, aty në moment duhet dish thuash deri këtu isha, jo se ndezë. Por mua zjarri nuk më ka dhënë shenja rënje. Dhe nga ana tjetër është eksperienca që fiton edhe dijet që merr të ndihmojnë shumë që të menaxhosh situatat me më pak konsum energjie dhe me më shumë efikasitet.